Data 15 janar. Zanafilla. Kapitulli 16. Por Sarai, gruaja e Abramit, nuk I kishte dhënë asnjë fëmijë. Ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Kështu Sarai I tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. O hyrë të shërbyesja ime, ndofta mund kem fëmijë prej saj." Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarai. Kështu pra, Sarai, gruaja e Abramit, pasi ky I fundit kishte banuar 10 vjet në vendin e Kananëve, mori shërbyesen e saj, Agarin, egjiptasen, dhe ja dha për grua burrit të saj, Abramit. Dhe ai hyri tek Agari, që mbeti me barr. Por ajo kur u bind se kishte mbetur me barr, e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Atëherë Sarai I tha Abramit: "Përgjegjësia për fyrjen që mu bë, le të bjerë mbi ty. Kam qenë unë që të hodha në krahët e shërbyeses sime, por që kur mori vesh që është me barr, ajo më shikon me përbuzje. Zoti le të jetë gjykatës midis meje dhe teje." Abrami ju përgjigj Sarajt: "Ja, shërbyesja jote është në dorën tënde. Bëj me të ç'të duash." Atëherë Sarai e trajtoi në mënyrë të ashpër dhe ajo iku nga prania e saj. Por ëngjëlli I Zotit e gjeti pranë një burimi ujë në shkret e tir, pranë burimit në rrugën e Shurit. Dhe I tha: "Agar, shërbyesja e Sarajt, nga vjen dhe ku po shkon?" Ajo përgjigj: "Po iki nga prania e zonjës sime Sarai." Atëherë ëngjëlli I Zotit I tha: "Ktheu tek zonja jote dhe nënshtroju autoritetit të saj." Pastaj ëngjëlli I Zotit shtoi: "Unë do t'i shumëzoj fort pasardhësit e tu, aq sa të mos mund të llogariten për shkak të numrit të tyre të madh." Ëngjëlli I Zotit I tha akoma: "Ja, ti je me barr dhe do të lindesh një djalë dhe do ta quash Ismael, sepse Zoti mori parasysh hidhërimin tënd. Ai do të jetë ndërmjet njerëzve si një gomar I egër. Dora e tij do të jetë kundër të gjithëve dhe dorat e gjithëve kundër tij, dhe do të banoj në prani të gjithë vëllezërve të tij." Atëherë Agari thirri emrin e Zotit që I kishte folur: "Ti je Elroi", sepse tha: "A e pash me të vërtet atë që më shikon?" Prandaj ai pusu quajt pusi I Lahai-Roit. Ja, ai ndodhet midis Kadeshit dhe Beredit. Dhe kështu Agari I lindi një djalë Abramit. Dhe Abrami vuri djalit që Agari kishte lindur emrin Ismael. Abrami ishte 86 vjeç kur Agari lindi Ismaelin për Abramin. Mateo, kapitulli 15. Atëherë skribët dhe farisejt e Jeruzalemit erdhën te Jezui dhe I thanë: "Përse dishepujt e tu shkelin traditën e pleqve, sepse nuk I lajnë duart e tyre kur han bukë?" Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: "Dhe ju përse shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj? Sepse Perëndia urdhëroi duke thënë: Ndero atin tënd dhe nënën, dhe ai që mallkon atin ose të hëmën do të ndëshkohet me vdekje. Por ju thoni, kur dikush I thot atit ose nënës, gjithçka me të cilën mund të të mbajë ai është ofruar Perëndisë, atëherë ai nuk është më I detyruar të nderojë atin ose nënën e tij. Kështu ju keni prapsuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: Ky popull më afrohet me gojën e tij dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre është larg meje. Dhe më kot më nderojnë duke thënë mësim për doktrina që janë urdhërime njerëzish." Dhe si thirri turmën u tha: "Dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë I hyn në gojë, por ç'del nga goja, ajo e ndot njeriu." Atëherë dishepujt e tij ju afruan dhe I thanë: "A e di se farisejt kur I dëgjuan këtë fjalë u skandalizuan?" Por ai duke u përgjigjur u tha: "Çdo bim që Ati im qiellor nuk e ka mbjell, do të çrrënjoset. Lëreni ata, janë të verbër, prijes të verbërish, dhe në qoftë se një I verbër I prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në grop." Atëherë Pietri u përgjigj dhe I tha: "Na shpjego këtë shëmbëltyr." Dhe Jezusi tha:
Edhe ju s'keni kuptuar ende? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë shkon në bark dhe ja shqitet në gjiriz? Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato e ndotin njeriun. Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmit e rreme, blasfemit. Këto janë gjëra që e ndotin njeriun, kurse të hash me duart palara nuk e ndot njeriun. Dhe Jezusi, pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tiros dhe të Sidonit. Dhe ja një grua kananase, që kishte ardhur nga to anë, i bërtiti pas, duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, o biri i Davidit. Vajza ime është tmerrsisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk u përgjigj asnjë fjalë. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoje atë, sepse po bërtet pas nesh." Por ai u përgjigj dhe tha: "Nuk jam dërguar gjetiu përveç se të delet e humbura të shtëpisë së Izraelit." Por ajo erdhi dhe adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom." Por ai u përgjigj duke thënë: "Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh këlyshve të qenve." Por ajo tha: "E vërtet, Zot, se dhe këlyshtet e qenve han nga thërrimet që bien nga tryeza e zotrinjve të tyre." Atëherë Jezusi u përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt. Tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë çast e bia u shërua. Dhe masi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galiles, u ngjit në mal dhe u ul atje. Dhe turma të mëdha erdhën tek ai, duke sjellë me vete të qalë, të verbër, me mec, sakat dhe shumë të tjerë, dhe i ulën pranë këmbëve të Jezuit dhe ai shëroi. Ai sa turmat mrekulloheshin kur shikonin se me mecet flisnin, sakatët shëroheshin, të qalët ecnin dhe të verbrit shihnin dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit. Por Jezu i thirri dishepujt e vet dhe u tha: "Kam dëmshuri për turmën, sepse u bën 3 ditë tashmë që rrin me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë. Dhe nuk dua t'i nis të pa ngrënë se mos ligështohen gjatë rrugës." Dhe dishepujt e tij i thanë: "Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkretë aq bukë sa të ngopim një turmë kaq të madhe?" Dhe Jezusi u tha atyre: "Sa bukë keni?" Por ata thanë: 7 dhe pak peshq të vegjël. Dhe ai u dha urdhër turmave të uleshin për tokë, dhe i mori 7 bukët dhe peshqit, falenderoi, i theu dhe u dha dishepujve të tij dhe dishepujt turmës. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe ngritën tepricën e copave 7 kosha plot. Por ata që hëngrën ishin 4.000 burra veç grave dhe fëmijëve. Dhe mbasi e lejoi turmën, hipi në bark dhe erdhi në krahinën e Magdalas. Nehemia, kapitulli 5. Ndërkaq u ngrit një ankesë e madhe prej popullit dhe bashkëshorteve të tyre kundër judejve, vëllezërve të tyre. Disa thoshin: "Ne, bijtë tanë dhe bijat tona jemi shumë, prandaj të gjejmë grur që të mund të hamë dhe të jetojmë." Të tjerë thoshin: "Kemi hipotekuar arat tona, vreshtat tona dhe shtëpitë tona për të blerë grur gjatëzisë." Disa të tjerë ende thoshin: "Kemi marrë para hua për të paguar haraqin e mbretit mbi arat tona dhe vreshtat tona. Ndonë se mishi ynë është si mishi i vëllezërve tanë dhe bijtë tanë janë si bijtë e tyre. Në realitet, jemi të detyruar t'i kthejmë në sklever bijtë tanë dhe bijat tona. Disa nga bijat tona janë katandisur që tani në sklavëri dhe nuk kemi asnjë mundësi t'i shpengojmë, sepse arat tona dhe vreshtat tona janë në dorë të tjerëve." Kur dëgjova ankimet të tyre dhe këto fjalë, u zemrova shumë. Pas ju mendova mirë për këtë gjë, shërtova parin dhe gjyqtarët dhe u thash atyre: "Secili prej jush kërkon një kamat prej fajdegjiu nga vëllai vet." Kështu mblodha kundër tyre një asamble të madhe dhe u thash: "Sipas mundësive tona ne kemi shpenguar vëllezërit tanë judenj që u ishin shitur kombeve, por tani a do t'i shisnit vëllezërit tuaj apo duhet që ata të na shiten neve?" Atëherë ta heshten me qenë se nuk gjenin fjalë për të thënë. Dhe unë shtova: "Ajo që po bëni nuk është e mirë. A nuk duhet përkundrazi të ecni duke pasur frikë nga Perëndia ynë për të shmangur dënimin nga kombet që i kemi armiq? Edhe unë, vëllezërit e mi dhe shërbëtorët e mi u kemi dhënë hua para dhe grur. Ju lutem, të mos kërkojmë më kamat për këtë. U aktheni që sot arat e tyre, vreshtat e tyre, ullishtet e tyre dhe shtëpitë e tyre
dhe të 100 pjesë të parave të grurit, të verës dhe të vajit që u keni kërkuar. Ata u përgjigjen, do t'i kthejmë dhe nuk do të kërkojmë më asgjë prej tyre. Do të veprojmë ashtu si thua ti. Atëherë thira priftrind dhe i vura të betohen për para tyre, se do të vepronin si pas këtij premtimi. Shkunda pastaj palen e rrobave të mia dhe thash, kështu Perëndia ta shkund nga shtëpia e tij dhe nga pasuria e tij se cilin që nuk do të mbaj këtë premtim. Kështu të shkundet edhe të zbrazet ai nga të gjitha. Atëherë tërë asambleja tha, Amen, dhe lavdëruan Zotin. Populli veproi sipas atij premtimi. Përveç kësaj, qysh prej ditës që u caktova të jem qeveritari i tyre në vendin e Judës, nga viti 20 deri në vitin e 32 të mbretit Artaxerxes, gjatë 12 vjetëve unë dhe vëllezërit e mi, nuk hëngrëm ushqimin e caktuar nga qeveritari. Ndërsa qeveritarët e mëparshëm që më kishin paraprirë e kishin rënduar popullin duke marrë bukë dhe verë, dhe përveç kësaj 40 sikle argjendi. Madje edhe shërbëtorët e tyre silleshin si zotër me popullin, por unë nuk veprova kështu, sepse kisha frikë nga Perëndia. Përkundrazi, i hyra më të madhe punës së riparimit të këtyre mureve dhe nuk kemi bërë asnjë blerje toke, përveç kësaj tërë shërbëtorët e mi u mblodhen atje për të punuar. Kisha gjithashtu në tryezën time 150 judej dhe zyrtar, përveç atyre që vinin nga kombet fqinje. Çdo ditë përgatitej 1 ka dhe 6 krerë të zgjedhur që merreshin nga kopeja. Për mua gatuheshin edhe zogj, dhe çdo 10 ditë bëj furnizimi me lloj-lloj vere me shumicë. Por me gjithë këtë, nuk e kam kërkuar kur kuotën e qeveritarit, sepse mbi këtë popull rëndonte tashmë shërbimi. Më kujto, o Perëndia im, për tërë të mirat që i kam bërë këtij populli. Veprat e Apostujve, kapitulli 15. Dhe disa që zbriten nga Judeja mësonin vëllezërit. Nëse nuk rrethpriteni sipas ritit të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni. Dhe duke qenë se u bë një grindje jo e vogël dhe një diskutim nga ana e Palit dhe e Barnabës me ata, u caktua që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë nga ata të ngjiten në Jeruzalem tek apostujt dhe te pleqt për këtë çështje. Ata, pra si u përcollën nga kisha, kaluan nëpër Feniki dhe Samari, duke treguar kthimin e kombeve dhe duke u sjell gëzim të madh të gjithë vëllezërve. Dhe kur arritën në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqt dhe treguan për gjithë sa Perëndia kishte bërë me anën e tyre. Por u ngritën disa nga sekti i farisejve që kishin besuar dhe thanë, duhen rrethprer ata dhe të urdhërohen të mbajnë ligjin e Mojsiut. Atëherë apostujt dhe pleqt u mblodhen për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe si u bë një diskutim i madh, Pietri u qua dhe u tha atyre, burra vëllezër, ju e dini se që në kohët e para, Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës sime kombet të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që i njeh zemrat, u dha dëshmi atyre, duke u dhënë atyre frymën e shenjtë, sikurse edhe neve. Dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre, duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. Tani pra, pse tu ndoni Perëndin duke vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etrit tan e as ne nuk mund ta mbajmë? Po ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Atëherë e gjithë turma heshti dhe dëgjonte Barnabën dhe Palin që tregonin se sa shenja mrekullira kishte bërë Perëndia me anë të tyre ndërkombe. Dhe si heshtën ata, Jakobi u përgjigj duke thënë, burra vëllezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar si ka vizituar për herë të parë Perëndia kombet që të marrë prej tyre një popull për emrin e tij. Dhe me këtë pajtohen fjalët e profetëve si kundër është shkruar. Pas këtyre do të kthehem dhe do ta rindërtoj tabernakullin e Davidit që është rrëzuar, do të ndërtoj gërmadhat e tij dhe do ta ngrej përsëri, që njerëzit e tjerë dhe gjithë kombet mbi të cilët thirret emri im të kërkojnë Zotin, thot Zoti që i bën të gjitha këto. Që nga përjetësia janë të njohura Perëndis të gjitha veprat e tij. Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga kombet që kthehen te Perëndia, por të shkruhet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, nga kurvëria,
nga e mbytura dhe nga gjaku, sepse Mojsiu që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë atë, duke qenë i lexuar çdo shabat në sinagoga. Atëherë ju duke mirë apostujve dhe pleqve, me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki me Palin dhe Barnabën disa burra të zgjedhur nga ata, Judën, mbi quajtur Barsaba, dhe Silën, burra udhëheqës ndër vëllezërit, duke shkruar me dorën e tyre këtë: Apostujt, pleq dhe vëllezërve nga kombët që janë Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë, duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të mbani ligjin, na u duke mirë neve, si u bë me një mendje të vetme, të zgjedhim disa burra dhe t'i dërgojmë të ju bashkë me të dashurit tan Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit ton Jezu Krishtit. Kemi dërguar pra Judën dhe Silën, edhe ata do t'ju tregojnë me gojën të njëjtë gjëra, sepse ju duke mirë frymës së shenjtë edhe neve, që të mos ju ngarkojmë asnjë barr tjetër përveç këtyre të nevojshmeve, që ju të hiqni dorë nga e flijuara idhujve, nga gjaku, nga e mbytura dhe nga kurvëria, do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Ata pra si u ndan, erdhën në Antioki dhe si mlodhën turmën e dorëzuan letrën. Dhe ata pasi e lexuan u gëzuan për ngushëllimin. Dhe Juda e Sila që ishin edhe ata profet, me shumë fjalë i nxitën vëllezërit dhe i forcuan. Si ndenjën atje ca kohë, u dërguan prap me paqtim nga vëllezërit tek apostujt. Por Silas ju duk mirë të mbetej aty. Edhe Pali e Barnaba që ndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke shpallur më shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh, Pali i tha Barnabas: Le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Zotit, për të parë si janë. Dhe Barnaba donte të merrte me vete Gjonin, të quajtur Mark, por Pali vlerësonte se nuk duhej marrë me vete ai që ishte ndarë prej tyre në pamifli dhe nuk kishte shkuar me ata në vepër. Atëherë lindi një grindje saqë ata u ndan nga njëri tjetri. Dhe Barnaba si mori Markun, lundroi për në Shipro. Por Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit ja dorëzuan hirit të Perëndis, dhe përshkoi Sirin dhe Kilikin, duke forcuar kishat.